Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Dy derset e fundit e folëm pas hyrjes apo ka qenë si lloj përgatitje apo e shtru rrugën e shpjegimit të librit Kashfu Shubuhat. Autori pasaj fillon librin e thot Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibad. Dija Allah të mëshiroft se tauhidi është njësimi i Allahut apo veçimi i Allahut me ibadet, me adhurim. Kjo broshurë e autorit është titulluar Kashfu Shubuhat. Edhe shumë për dietarëve e përmenin këto për i libra e tina. I tyne është djetari njohur Ibn Dhamnam në librin e tina Tarikh Najd, pra historia e Najdit. Edhe autori Allah më shëroftë ka dërgu këtë libër, pra këtë broshur tek njerëz që kanë jetuar në përfshatra. Në mënyrë që më ia largu aty në disa paqartësi, disa dyshime, cilat i kanë hedh armisht të tauhidit, armisht e davetit të këtij imami Allahu më shëroft. Pra këtë libër autori ka shkruar për historinë të tauhidit, tek të cilat janë përhap apo janë shpërndar disa prej paqartësive apo disa prej dyshimeve. Po paqartësi apo dyshime të cilat që thamë kanë përhap dhe i kanë shpërndar njerëz të cilët e kanë trashëguar apo i kanë trashëguar dijet, diturit e mushrikëve, apo mushrikëve të parë. Pa cilët e kanë përkra shirkun, e kanë mbrojt shirkun, edhe i kanë thirrë njerëz për të shirkun. Edhe Allah na ruaj prej devijimit. Po ka njerëz që e mbrojnë shirkun, e përkrajnë shirkun e i thirrë njerëz që më bëjnë shirk Allah subhanahu wa taala. Prandaj autori ka shkruar këtë libër Kashfu Shubuhat. Largimi i dyshimeve apo i paqartësive. Fjala kashf në gjuhën arabe është me zbulu diçka. Po me largu diçka prej diçkafit. Për shembull, kur njeriu e zbulon kokën e tina, pra hjek kapuçin apo kapelen që e ka, ai do thotë po e largon atë kapuç prej kokës tina derisa të shfaqet koka e tina. Kjo quhet kashf. Po ashtu Allah subhanahu wa taala për shembull kur e largon dikujt një fatkeqësi, quhet kashf. Për shembull Allah subhanahu wa taala përmend shpesh në Kur'an. Që është thotë falamma kashafna anhum ar-rijs. Kur folë për Banu Israil në surën Araf, në ajetin 139, thot pasi që ne ja u larguam atyne vuajtjet. Pa përdor këtë fjalën kashf. Apo Allah subhanahu wa taala kur flet për vetë thot wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa al-ard. Në surën Naml ajeti 60, Allah ja largon ju të keqen. Edhe ju bën ju trashëgimtar në tokë. Po ashtu Allah subhanahu wa taala në surën Najm ajetin 58 kur flet për kiametin thot leysa laha min dunillahi kashifa. Askush nuk ka mundësi me zbulu kiametin. Pa qëllimi është me zbulu kur ka ndodh kiameti. Pasha me larguat gajbin, dijen e fshatë në ditë sakt kur ka ndodh kiameti. Po kësaj po kuptojna që kashf do thot me zbulu diçka apo me largu diçka prej diçkafit tjetër në mënyrë që ajo mu zbulu, mu do ke qartë. Kurse shubuhat janë shumë si shubha. E shubha është një meselje, një çështje që i përngjan apo e emiton hakun të vërtetën. Nga se çfarë dim gjithë, e vërteta ka argumente të qarta, ka argumente të dukshme. Allah subhanahu wa taala ka bërë që e vërteta me pas prova fakte qarta që tregojnë për to. Kurse shubha pse u quajt shubha, për arsye se shubha është për çështjeve të dijes. Po meselja çështja për cilën ata të cilët e kanë sjell këtë dyshim kanë pru argumente që ata i mendojnë që janë dije. Po mendojnë që ato argumente janë dituri, janë shkencë, dije. Prandaj kur thuhet shubha, atër fjala është për një mesele në cilën e kota i përngjason të vërtetës, po përzihet me të vërtetën. Edhe njerëz të kotën e mendojnë se të vërtetë. Po nësa është një meselë në çështje që e kota pro batili është e ngjashme, po i përngjason hakut të vërtetën, nga aspekti se
për çet kotën kanë pru njerëz, disa kanë pru argumente sipas tyre. Kanë pru fakte, dëshmi, edhe përmes tyre janë mundu me kundërshtu të vërtetën, atë këtë quhet shubha. Paqartësia apo dyshim. Edhe në hadithat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përmendet me këtë fjalë. Pra quhet shubha ose mushabbaha. Po këto janë ato mesele që janë të paqarta. Mesele të cilat janë problematike, që u përzihen shumë njerëzve, edhe nuk mundën me kuptu të vërtetën e tyre. Për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin që transmeton Numan ibn Bashiri, po që është i njohur, hadithin që e përmend edhe Imam Nawawi në librin e tij 40 hadithet, thotë el halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halali është i qartë, dhe harami është i qartë. Wa bainahuma umurun mushabbahat. Edhe mes tyre ka gjëra të paqarta. Ose në disa transmetime mushtabihat, gjëra që janë të paqarta. Pra qëllimi është se ai i cili e shikon atë çështje, e shikon atë gjë, po mundohet me studiu, atëherë atij i bëhet e paqartë. Prandaj dyshimi është diçka që hidhet, pra hedh shejtani, apo e hedhin misht dëmtar të shejtanit, apo ka mundësi që njeriu të më ardhë mendje. Kjo një gjë, një shubhe, për meselës ati i përzihet e kota me të vërtetën. Pra kota i doket, pra batili i doket sikur me konë e vërtetën. Në këtë moment ati do thot ju ka bëhe paqartë ishë. Pra ka problematike me kuptu atë çështje. Nuk ka dyshim se largimi i këtyre paqartësive, largimi i këtyre dyshimeve është pi bazave të kësaj feje, i parimeve të mëdha të fesë islame. Pra Allah subhanahu taala ka kundërgjigj mushrikëve, edhe i ka zgjesu dyshimet që ata i kanë sjellë, ose paqartësitë. Pra i ka zgjesu fjalët edhe opinionet e tyre. Allah subhanahu taala përmend Kur'an thot: "Walladhina yuhajjuna fillahi min ba'di ma stujiba lahum." Ata të cilët polemizojnë rreth Allahut, pasi që ati ju kanë përgjigjë një pjesë e njerëzve. Pra ju kanë përgjigjë Allahut subhanahu taala, kanë hyrë në Islam. Hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim. Argumentet e tyre të Zotit janë të zgjesuara. Allah subhanahu taala i ka zgjesuar këtë argumente të fakte që i sjellin ata. Wa alejhim ghadab, edhe ata bita do të bie zemrimi i Allahut subhanahu taala. Po kjo është ajeti në surën Shura, ajeti 16. Prandaj çdo kush që polemizon rreth të pavërtetës, ai sjell argumente, sjell prova, po sjell një lloj dije, një lloj diturie. Mirë, po këto argumente janë të zgjesuara. Janë argumente të zgjesuara, të kota, që nuk pranohen. Prandaj me azhësu dyshimet që tjerë të sjellin rreth fesë të Allahut subhanahu taala. Kjo është po bazë, është parim në fenë tonë. Po njerëz që janë armisht të fesë të Allahut subhanahu taala, armisht të miletit, po miletit islam. Me azhësu dyshimet dhe paqartësitë që ata i sjellin, kjo është pra farz, është për obligimeve të kësaj feje. Edhe patjetër do të jetë dikush për dietarëve, për njerëzve i cili e merr përsipër këtë punë. Po që i azhëson këto dyshime, këto paqartësi që ata i sjellin. Përndryshe, njerëzve ju kish përzi meselë, pra se kishin ditë çka është e vërtetë dhe çka është e pavërtetë. Pra kota i shpërzi ose i zhbojnë ngjashme me të vërtetën dhe kështu kishin humb njerëz. Prandaj edhe pra imami kësaj thirrje, Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, në librin e tij Kitabu Tauhid, kur e përmend hadithin cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose ku tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dërguar Muadhin në Yemen për mi thirrë njerëz në Islam. Çai ka thonë innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah. Fa inhum atawu li dhalika fa'alimhum anna Allah iftarada alayhim 5 salawat. Fa teki me shkutën e popull që janë për historive të librit. Prandaj thotë gjëja e parë që duhet më mësua aty në është shahadeti la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Nëse ata të binden këtë gjë, atëherë të mësoj atyre ose tregoj se Allah ja ka bërë obligim 5 kohë namaz. Çka thot autorin kur i sjell çështjet apo meselet që përfitohen prej kësaj teme, thot kashful alimi shubhata an al mutaallim. Kto përfitohet se dietari do të më largu paqartësitë, më largu dyshimet prej nxënësit, prej atij që mëson. Ja largu paqartësitë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
pe ja përgatit udhën këtina muadhit kur për dërgon. Dhe çka vi thot, innaka ta'ti qauman ahli kitab. Ti ke shkuar në një popull që janë i start librit. Çka kuptimi i kësaj? Po për faktin që ata janë i start librit, atër kjo tregon që ti duhet të më përgatit. Po kur debatojsh me ta, kemi pas polemika me ta, kemi pas debate me ta, argumente ndërsjellta, ti kemi sjell argumente, ata kanë sjell kundër argumentet e tyre. Po kemi pas punë me ta me largu dyshimet ose paqërsitë që i kanë rreth tauhidit, rreth mesazhet, shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po për përgatit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para se me dërgu. Po kemi përballë, kemi ballafaqur me njerëz që janë të thart librit, po që kanë dije. Po nuk janë njerëz të padijshëm. Që kanë qenë arab mushrik kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk kanë pas dije rreth librit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot fa in hum ata'u li dhalik, nëse ata të bindën këtë gjë. Pra po tregon që do thot ata ka mundësi me kundërpërgjigje apo me refuzu tauhidin. Po tregon që do thot kemi pas punë me sqaruar aty në paqartësitë. Nëse ata ty të bindën, po ka mundësi edhe mos me të bindë. Po kemi pas nevojë me qartësu aty. Edhe kjo është detyra më e madhe që kanë dietar thirrsa, që i thirr njerëz në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Po mi hek pra paqartësitë njerëzve. Ata thot fa'alimhum anna Allah aftarada alehim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layl. Nëse ata ty të bindën, tregoja që Allah subhanahu wa taala ose mësoj që Allah subhanahu wa taala ja ka bërë një obligim 5 kohë namazit gjatë ditës së natës, apo 24 orë. Fa inhum ata'u li dhalik fa'alimhum. E pasaj vazhdon hadithi i qartë, nëse ata të bindën ata tregoj që pa kanë obligim me nxjerr zakatën e kështu me radhë. Kjo është hadith për ata që e përmendëm më lart. Pra që dietari e ka obligim me largu dyshimet, paqartësitë atyre që janë. Pra qëllimi është se largimi i dyshimeve prej fesë të Allahut subhanahu taala është farz, është obligim për obligimeve, cilën e kanë kryer një pjesë e dietare për atyre që kanë di. Vazhdimisht kanë shkruar asaj. Po është shkencë e veçantë në fen islame që dietar shkruajnë vazhdimisht rreth kësaj. Po prej kohës kur ka filluar shpërhap shkrimi, po përpilimi i librave e kështu me radhë, pi shekullit 2 hijretit e deri në ditët tona dietarët vazhdimisht shkruajnë. E sqarojnë të vërtetën, në kundërpërgjigjen dyshimeve të atyre që apo testarët pa vërtetës e kështu me radhë. Kjo është gjë e njohur. Përndryshe mos kishim vepruar dietarën këtë mënyrë, atëherë ne sot se kishim ditë çka është e vërtetë dhe çka është e kotë. Se kishim ditë cila është feja e vërtetë, cila i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, cila është e kotë. Po ishim përzi shumë çështje. Po çështja e dietar, do të feja islame sot i shkon ashtu siç është feja krishtere sot. Po fe e idhujtarizmit. Po është përzi e vërtetë me të pavërtetë. Mirë, po dietarët vazhdimisht kanë shkruar dhe kanë kundërpërgjigj dyshimeve në mënyrë që neve më na ardhe pastër feja Allah subhanahu taala ashtu siç i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe largimi i dyshimeve bëhet në dy mënyra. Ose përmes dy rrugëve. Rruga e parë është rruga e intelektit, logjikës. Kurse e dyta është rruga shariatike, e bazuar në tekste. Në tekstet e Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket rrugës së parë, po që është rruga e logjikës, atëherë është qëllimi i saj është që ti më sjell fakte, dëshmi, prova logjike, të cilat do thotë ja zgjesojnë dyshimet atyre që i sjellin këto dyshime. E nganjëherë do të qëllimi me këto është me sjell edhe dëshmi të zakoneve apo gjërave që janë të njohura në mesin e njerëzve. Në që ti me dobësu ato dyshime që ata i sjellin kundër fesë të Allahut subhanahu taala. Këto dyja janë i gjejmë edhe në Kur'an, librin e Allahut subhanahu taala. Kurse rruga e dytë është, që është rruga shariatike apo fetare. Pa bazuar në tekstet e Kuranit dhe Sunetit. Po i zbulon apo i largon dyshimet që armisht e fesë të Allahut subhanahu taala i sjellin, duke ju kundërpërgjigj atyre me argumente fetare. Po me ato që kanë në Kur'an dhe Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ne e gjejmë këto në Kur'an, po edhe në Kur'an dhe në Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shohim se në gjitha meselet e dijes, në gjitha çështjet e dijes, diturisë, e sidomos në çështjet e tauhidit, në Kur'an dhe Sunet ka
argumente të mjaftueshme që njeriu nuk ka nevojë me kalu, do thotë në argumente logjike. Mirë po nganjëherë kërkuesi dijes apo thjesht për të Allahu subhanahu wa taala ka nevojë që njerëzve për m'ia bë më të përafërt apo për m'ia bë më të qartë çështjen, ju sjell edhe argumente logjike. Ato përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Për shembull, kur sjell argumente logjike për me pohu tauhidin. Çka thot Allahu subhanahu wa taala në surën Anbiya, në ajetin 22 thot: "Law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata." Se kur të kish pas në tokë edhe në qiell të adhuruar tjetër përveç Allahut, atëherë ishin shkatërruar toka dhe qielli. Apo me një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot në surën Isra ajeti 42 edhe tjetri pas tij ajeti 43 thot: "Kul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idha labtaghaw ila dhil 'arshi sabila." Thot thuaj atyre sikur të kish pas të adhuruar tjerë ashtu siç ata thonë, pra në qiell dhe në tokë, ose së bashku me Allahun, që adhurohen me Allahun subhanahu wa taala, atëherë thot secili prej tyre kish kërkuar rrugë për me arritë poseduesi arshit, pra te Allahu subhanahu wa taala. Secili prej tyre kish kërkuar mënyra rrugë për me arritë deri te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Amma yaquluna 'uluwan kabira." I pastër dhe i lartësuar është Allahu subhanahu wa taala për asaj që ata janë veshën, apo për asaj që ata i thonë për Allahun subhanahu wa taala, thot me një lartësi të madhe. Allah subhanahu wa taala shumë i pastër dhe shumë i lartësuar për asaj që ata thonë rreth Allahut. Po kjo është për argumenteve, për fakteve, për provave logjike. Allah subhanahu wa taala thot: "Law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata." Sikur të kish pas në këtë univers, po në qiell dhe në tokë, të adhuruar tjerë përveç Allah subhanahu wa taala, po qëllimi është që e meritojnë adhurimin ashtu siç e meriton Allah. Se të adhuruar tjerë ka, mirë po që e meritojnë adhurimin ashtu siç e meriton Allah subhanahu wa taala. Po sikur kish pas të adhuruar tjerë me hak, me të vërtetën me kanë meriton me adhurim, atëherë ishin shkatërruar qielli edhe toka. Pse kështu? Nga se secili prej tyre kish vepruar sipas dëshirës dhe vullnetit të tij. Njëri kish dëshiruar diçka tjetër, tjetri kish dëshiruar diçka tjetër, edhe kështu do thotë s'kish mujt ky univers, do thotë ky sundim, kjo mbretëri që është që edhe në tokë më qëndru në këtë rregull të shështë, në këtë mënyrë kaq të sistemuar, do në kaq mënyrë kaq mirë të rregulluar. S'kish mujt më qëndru, nga se secili kish vepruar sipas dëshirës edhe vullnetit të tij. Por patjetër, çu po tregon Allahu subhanahu wa taala, në ajetin e parë kish pas luftë për pushtet. Allahu subhanahu wa taala kul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idha labtaghaw ila dhil 'arshi sabila. Sikur kish pas të adhuruar tjerë, ashtu siç po thonë, atë secili prej tyre ish mundu me marr arshin e Allahut subhanahu wa taala. Me pushtu arshin, po me kon vet më i parë që adhurohet për tjerë. Po kjo në argumente logjike që i sjell Allahu subhanahu wa taala. Patjetër po kish me pas aty luftë për pushtet mes këtyre të adhuruarve. Secili kish synuar që me marr arshin, me kon Zoti i arshit. Allah subhanahu wa taala me këto ajete po e mohon që nuk ka atë dikush që do thotë mundohet me marr arshin Allah subhanahu wa taala, nuk ka mundësi që dikush me arrit këtë. Prandaj për këtë arsye Allah subhanahu wa taala po sjell këtë argument logjik për me tregu se që ky univers, do thonë që kjo mbretëri, ky sundim që është do në qiell në tokë, për këtë arsye do thotë ecë në këtë mënyrë kaq të rregulluar, në këtë model kaq të mirë. Pra ka vetëm një model. Qase do thotë është vetëm një vullnet, është vetëm një dëshirë që e drejton ato. Ajo është vullneti dhe dëshira e Allahut subhanahu wa taala, i cili vetëm e meriton adhurim. Po kjo është argument logjik, argument cilin njeriu arrin me pa, njeriu arrin me prek, pra është argument konkret që Allah subhanahu wa taala sjell për me tregu se i adhuruari është një. I adhuruari që e meriton adhurimin vetëm një është Allah, ai është Allahu subhanahu wa taala. Autori këtu këtë libër po e fillon me fjalët Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, Rahmanit edhe Rahimit. Është e njohur tek dietarët se fjala Bismillahirrahmanirrahim ose kjo që quhet arabisht el-jar wal-majrur, kjo beja që varet këtu Bismillah, thonë patjetër është ndërlidhur me një folje apo me një diçka që është e ngjashme me një fjalë që është e ngjashme me foljen, që është infinitivi apo emri folior. Andaj disa dietarë kanë thënë se kjo që përcaktohet, po kjo fjalë që është ndërlidhur me këtë pjesë se në biktu Bismillah, pra
ka mundësi, po disa dietarë interpretojnë që ajo është që ti po e fillon punën tënde me emrin e Allahut subhanahu wa taala. Po thonë në këtë rast përcaktohet ebtediu au ibtidai bismillah. Po filloj apo fillimi im është me emrin e Allahut. Edhe ka thonë këtë mënyrë ti kur e përcakton këtë mënyrë kuptimin e fjalës ose asaj fjalës është ndërlidhur me fjalën bismillah, atëri përfshin gjitha gjendjet. Pavarësisht ai duke filluar me hangër buk, apo me pi ujë, apo me lexu, apo me shkruaj, apo me mësu dikujt tjetër në çështje të fesë kështu më radh. Kurse disa dietarë kanë thënë kjo fjalë e cila është ndërlidhur me këtë fjalën bismillah apo me këtë pjesën e mbi, do të përcaktohet në përshtatje ose në përputhje me veprën që ti po e bën. Me veprën që ti po don me fillu me bë. Prandaj thotë nëse ti duke dosh me fillu me hangër buk, atëherë thu akulu bismillah, po ha me emrin e Allahut. Nëse duke filluar me pi ujë, atëherë thu po pi ujë me emrin e Allahut. Nëse duke shkruaj, po shkruaj me emrin e Allahut, me emrin e Allahut. Nëse duke mësu dikon atëherë, do po mësoj tjetër me emrin e Allahut ose po mësoj vet me emrin e Allahut e kështu me radhë. Edhe ky mendim i dytë është më i qartë edhe do thotë më i mirë, edhe do thotë më i fuqishëm. Nga se do thonë secila gjendje përmendet veçanërisht për shkak ti po e fillon atë punë po me emrin e Allahut subhanahu wa taala. Pra në këtë rast autori po fillon edhe me bismillah, pra qëllimi është po shkruaj me emrin e Allahut subhanahu wa taala, ose po mësoj juve këtë çështje që kam i përmend këtë libër me emrin e Allahut subhanahu wa taala. E kështu më radh. Edhe kjo pjesë që është kjo bëja këto, bismillah me emrin e Allahut, dietar thonë është ba'ul isti'ana wal mathuba. Li ma'na tawassul. Po është bëja e kërkimit ndihmës apo shpërblimit. Po qëllimi është që ti me këto kërkon afrim te Allahu subhanahu wa taala. Po filloj me emrin e Allahut ose po filloj me shkru duke kërkuar ndihmë prej Allahut. Kjo tregon se sa e madhe është gjuha arabe. Ne shkruajmë një pjesës e ka këtë kuptim kaq të madh. Bismillah me emrin me ndihmën e Allahut po filloj me shkruaj. Ose po filloj me emrin e Allahut ose po shkruaj duke kërkuar afrim te Allahu me emrin e Tina. Po qëllimi, thonë dietar ku thuhet me emrin e Allahut, nuk përmendën në një emër i Allahut, në një emër i Allahut, atë qëllimi është me çdo emër për emrave të Allahut subhanahu wa taala. Po shkruaj duke filluar duke kërkuar ndihmë me emrin e Allahut edhe duke kërkuar afrim te Allahu subhanahu wa taala me çdo emër për emrave të Allahut subhanahu wa taala. Emrat e Allahut subhanahu wa taala janë shumë. Edhe dietarët do t'i kanë filluar librat e tyre me fjalën Bismillahirrahmanirrahim, duke e ndjek kështu vet librin e Allahut subhanahu wa taala, i cili e ka filluar surën Fatiha, që është surja e parë, me Bismillahirrahmanirrahim. Po Kur'ani është filluar me këtë fjalë me Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ose që shtuhet besmele, e pastaj ka filluar me hamdele, po me hamda e Allahut, alhamdulillahi rabbil alamin e kështu me radhë. Edhe dietarët e ndjekun, pra pasojnë librin e Allahut subhanahu wa taala. Pra kanë ndjekën librin më të madh, librin më të vlefshëm, librin në pozitën më të lartë, e që është Kur'ani, pra fjala e Allahut subhanahu wa taala. Në disa hadithe janë transmetuar që njeriu do të më fillu punët e tina me Bismillahirrahmanirrahim, mirëpo gjitha këto hadithe janë dobta. Gjithashtu ka ardhur disa hadithe që njeriu do të më fillu punët e tina me hamdala, duke bërë hamd Allah subhanahu wa taala. Gjithpo edhe këto janë dobta. Për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Kullu kalamin aw amrin dhi balin la yuftahu bi dhikrillah fa huwa abtar aw qala aqta." Çdo fjalë apo çdo çështje që fillohet pa përmend Allahun subhanahu wa taala është gjysmake. Apo është ndërprer, po qëllimi është bereqeti ndërprer, nuk ka bereqet në atë punë apo në atë fjalim, në ato fjalë. Kjo është hadithi më i fortë që është përmend këtë temë, por megjithatë edhe kjo transmetimet apo zgjidhjet e këtij hadithi janë dobta. Po qëllimi është të mësoj se dietarët i kanë filluar librat e tyre me Bismillahirrahmanirrahim, duke ndjek apo duke pasu librin e Allahut subhanahu wa taala. Nga se vetë libri më i madh që është fjala e Allahut subhanahu wa taala ka filluar me Bismillahirrahmanirrahim. Kurse këto hadithe nuk janë mbështetur, nga se këto janë hadithe dobta. Edhe besmelja këto që është Bismillahirrahmanirrahim, i pare që e ka përmend këtë mënyrë, po Bismillahirrahmanirrahim është Sulejmani alayhis salam, në letrat që ka dërguar njerëzve.
Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillim kur ka dërguar letra njerëzve, i ka filluar me bismik Allahumma, me emrin tonë Allah. E kur ka zbrit ajeti, po surën Naml, ajeti 30, po Allahu e tregon letrën që ka dërguar Sulejmani Bilqisës, mbretëresës të Yemenit në atë kohë, thot ajo kur ja lexon letrën Paris sajna, thot innehu min Sulejmana wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Kjo letër ka ardhur pi Sulejmanit edhe në ta është bismillahirrahmanirrahim. Pas sajna atër pejgamberi sa i ka shu letrat, ose i ka dërguar letrat e tina me i ka filluar me bismillahirrahmanirrahim. Pasi që ka zbrit kjo letër. Ose para kësaj e ka shkruar bismikallahumma. Këtë hadith e transmeton Abdurrazaku në tefsirin e tij Ibn Abi Shaybe edhe të tjerë të dietarëve. Po çu thon bismillah është po shkruaj duke kërkuar ndihmë me emrin e Allahut subhanahu wa taala. Ar-Rahman ar-Rahim janë dy emra të Allahut, emra për emrat të Allahut, po për emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala, të cilat e përfshin veten e tyre cilësinë e rahmetit, mëshirës për Allahun subhanahu wa taala. Allahu me mëshirën e tij ka përfshirë çdo gjë. Prandaj ti kur e cilëson Allahun subhanahu wa taala me këta dy emra, pra dhe i përmend para se me fillu shembull shkrimin apo fjalimin e kështu me radhë, atëherë ti qëllimi i kësaj është që ti do të më bëj me njetë që edhe veten tonë me përfshi në atë mëshirë të Allahut subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, që edhe ti me kon do të i përfshin me këtë mëshirë të Allahut subhanahu wa taala që ka përfshi çdo gjë. Qësh është e njohur mesin e dietarëve që dia është ndërtuar për bi mëshirë apo mëshirë të ndërsjell mes mësuesit edhe nxënësit. Po dia fetare është mëshirë për Allahun subhanahu wa taala. Është mëshira e veçantë që Allah e jep kujdon i robërve të tij. Prandaj ti kur e fillon fjalimin ose shkrimin për fenë Allah subhanahu wa taala, thu bismillahirrahmanirrahim, atëherë kjo është përshtatet në mënyrë plot me atë që e gjejmë në librat e dijes. Që është më herët që do thotë ti përfshihesh inshallah me në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe autori po e fillon thotë e lem rahimakallah, me herë pasaj po thotë dije Allahu të mëshiroft. Këtë mënyrë të fillimit të librave gjejmë shumë në shumicën e librave të autorit, po edhe dietarëve të tjerë. Edhe dietarëve të tjerë se të fillojnë kështu, dije Allahu të mëshiroft ose dije Allahu të dashur sukses kështu me radhë. Edhe këto është e kemi një dobi që e përmendëm tash sa përmendëm, do thotë se dija fetare është ndërtuar për mbi mëshirë të ndërsjellë mes dietarit edhe nxënësve ose mes atij që jam mësim dhe tjerë që marrë nga mësim. Pra mëshira më e madhe që ti mundesh me adhuru njerëzve është kur ti është përhap apo shpërndon dijen mesin e tyre. Për këtë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguesi, që thotë Allahu mëshirë për botrat. Po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar mëshirë për botët, pse? I ka mësuar njerëzit. Po mëshira më e madhe që ja ka dhënë njerëzve, mesin e shumë gjëra të tjera është dija për Allahun, për fenë Allahut subhanahu wa taala. Allah thotë wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Në surën Anbiya ajetin 107. Ty të kemi dërguar vetëm si mëshirë për botët, o për krijesat. Prandaj shariati e feja Allah subhanahu wa taala gjithë si akide, si besim, si dispozita, si lajme që përmenden aty. Po në Kur'an apo në Sunet pejgamberi, si urdhna, si ndalesa, e kështu me radhë këto janë mëshirë pe Allahut subhanahu wa taala. Vet dërgimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber është mëshirë pe Allahut subhanahu. Po çdo ligjsim me cilën ka ardhur, çdo ligjvënie është mëshirë, rahmet pe Allahut subhanahu wa taala. Çdo lajm që e ka sjellë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose prej Allahut në Kur'an, ose në sunetën e tij, po që kemi obligim me besu, kjo është mëshirë për robën. Nga se nëse njeriu nuk i beson këto lajme, atëherë ka me humb rrugën, edhe ka mu shkatru. Prandaj me shpëtu njerin prej shkatrimit, kjo është do thotë i ke mëshiruar ata. Po ashtu, nëse dikush nuk i ndjek urdhat edhe ndalesat e Allahut subhanahu wa taala, nuk i zbaton këta urdhra, apo nuk largohet prej këtyre ndalesave, atëra është duke ecë duke shku drejt shkatrimit tina. Po tek një përfundimi që nuk ka kurfar, do thotë i cili do të ka më kanë dështim i plot. Po përfundimi i tij ka më qenë pa drejtësi i madhe, zullum që kam i bë vetes. Prandaj nëse ti bëhesh sebeb shkak që më shpëtuat atina, më shpëtuat personin për këtij shkatrimi,
Ata te ke mëshiru ato. Po dia rreth fesë Allah subhanahu wa taala është ndërtuar mbi mëshirë të ndërsjellë. Po mësuesi kur e përhap dijen, atëri ka mëshiru ata cilët po i mëson. Po ashtu nxënësi i cili e merr dije, ai llogaritet i mëshiruar. Nga se do thotë po arrin me mësuar një pjesë dijes rreth fesë të Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye, disa dietarë kanë thënë se hadithin cilën e ka përzgjedh një numër i madh dietarë, për me fillu me mësuar njerëzve hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ai hadithi që quhet el hadith al musalsal bil awwali, hadithi i cili në mënyrë zinxhirore ka filluar me fjalën më së pari. Don hadithi çka është hadithi musalsal? Është hadithi i cili do të transmetues e atij hadithi janë përshkruhet në gjendje të caktuar aty. Apo janë në një formë të caktuar. Për shembull, ky hadith i cilën po flasim ne, është hadithi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Mëshirshmit i mëshironi gjithë mëshirshme, pra Allahu subhanahu wa taala. Ata që janë mëshirshëm ndaj tjerëve. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Mëshironi ata që janë tokë, kom ju mëshiru ai që është në qiell, pra Allahu subhanahu wa taala. Ky hadith është ai hadithi për cilën dietar kanë thënë është hadithi i cili në mënyrë zinxhirore ka filluar me fjalën el-awwal, pra spari secili transmetues hadithin e parë që kum dëgjuar pi hoxhës tim është ky hadith. Edhe ai hoxha im ka thonë hadithi i parë që kum dëgjuar pi hoxhës tim është ky hadith. Edhe ai hoxha tjetër i tina ka thonë hadithi i parë që kum dëgjuar, pra spari që kum dëgjuar hadithin është ky hadith, e kështu më radh deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse kanë bërë këto dietar? Pra pse kanë filluar që nxënësat e tyre më spare që ja kanë treguar pi haditheve, ja kanë treguar këtë hadith. Pra ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Mëshirshmit i mëshironi gjithë mëshirshme Allahu subhanahu wa taala. Për më tregu se do thotë kjo dije, po dija rreth hadithit me hasan, dija rreth sunetit pejgamberit, ose dija krejt fest Allah subhanahu wa taala. Është ndërtuar për mbi mëshirë të ndërsjellë. Do të më mëshiru njëri tjetër. Do të më mëshiru njëri tjetër. Prandaj gjëja më e madhe, më e madhore që te ja dhuron nxënësave tu është kur te ja mëson fenë Allahu subhanahu wa taala. Po kjo është mëshira më e madhe që ti ja ke dhuru atyre. Prandaj nuk ka mundësi që dia me kon zemrën e dikujt i cili nuk është i mëshirshëm me të tjerë. Ai i cili nuk është i mëshirshëm me të tjerë, atëherë kjo dia e fesë Allahu subhanahu wa taala nuk është vendosur në zemrën e tij ande. Nuk ka bë vend të mirë në zemrën e tij. Sa më shumë që njeriu është i mëshirshëm ndaj tjerëve, sa më shumë që i mëshiron të tjerë, aq më shumë kjo dia rreth fesë Allahu subhanahu wa taala vendoset në zemrën e tij. Sa më i mëshirshëm që i ndaj tjerëve, aq më shumë vendoset dituria rreth fesë Allahu subhanahu wa taala në zemrën tonë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë: "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbitan." Nëse ata kishin vepruar atë me cilën Allah subhanahu wa taala e këshillon me vepruar, po i urdhnon me vepruar, atëherë kjo i shkon më mirë për ta dhe i shkon më të fortë në fe. Po çfarë është qëllimi më të fortë? Do spore më të fortë në dije. Kishin pas sa më shumë dije rreth fesë të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pi mëshirës që autori ka pas me musliman është se e ka filluar librin e tij me këtë fjalë. E'lam rahimakallah, dije Allah të mëshiroft. Edhe kjo fjalë kur vjen e'lam dije, do të thotë qëllimi është se ajo që po duhet ta thonë mos kësajna është një gjë shumë e rëndësishme. Qase ti kur i thon njëri dije, atëherë po don mi tregu, mi tregoj për një gjë shumë të rëndësishme. Për shembull, nëse i thon njëri dije se kimë vdek, kjo nuk është diçka e rëndësishme që pija e patinë, sa e den se cilin për neve den që ka me vdek. Mirë, po ai po don me thonë se kjo që po duhet ta thonë mësojnë është shumë e rëndësishme. Prandaj edhe po lutet me këtë dua. Po Allahu mëshiroft. Çka po thotë? I'lam rahimakallah anna at-tauhid ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Tauhidi është me njësu Allahun subhanahu wa ta'ala me adhurim. Me veçu Allahun subhanahu wa ta'ala me adhurim. Fjala tauhid është emër foljor, apo infinitivi i foljes wahada yuwahidu. Tauhid. Edhe fjala tauhid është përmend shpesh në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nganjëherë është ardhur si emër foljor, nganjëherë si folje. Prandaj origjina apo rroja e kësaj fjale ekziston në sunetin e pejgamberit.
Jo që është pretendojnë edhe mendojnë disa se i pari se ka sjell këtë fjalë Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe nxënësat e tij ata që kanë marrë mos tyre. Kjo është gabim i madh. Ka se kjo fjalë është edhe e gjejmë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull është hadithi që transmeton Muslimi, ku thuhet se an nabiy sallallahu alaihi wasallam ahalla bit tauhid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka filluar haxhin, po kur ka bën jet haxhin e ka filluar me tauhid. Po me fjalën la ilaha illallah. Po ashtu ka ardhur në Sahih Muslim, edhe në vende tjera, hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë bunya al-islamu ala khamsa. Ala an yuwahhad Allah. Është ndërtuar Islami në 5 shtylla. E para është thotë që të njësohet Allahu me adhurim. Pra është përdorur tash si folje. An yuwahhad Allah. Të njësohet Allahu subhanahu wa taala me adhurim. Po ashtu Xhibrili, hadithi i Xhibrilit që është i njohur, hadithi i gjatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Islami është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, edhe Muhamedi është i dërguari i tij, ose ka do të thonë transmetime të tjera, yuwahhad Allah, të njësohet Allahu me adhurim. Po në transmetime të tjera thotë el-islamu an ta'budu Allaha wa la tushrika bihi shay'an. Islami është të adhurosh Allahun dhe të mos i shoqërosh atij asgjë në adhurim. Po pejgamberi sa mi ka filluar ritet e haxhit me tauhid, po me fjalën la ilaha illallah, po ashtu me telbije, ku ka thonë lebejk Allahumma lebejk, lebejk e la sharika lak. Përgjigjem ty o Allah, përgjigjem, nga se thot nuk i ti shok, nuk i të adhuruar, do thot tjetër kush që meriton adhurimin përveç teje. Po për mohon shirkun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është me pohu wahdaniyen, pra që Allah subhanahu wa taala është i vetmi i cili meriton adhurimin. Kjo është tauhidi. Prandaj edhe transmetuesi thot e halla bit tauhid, e ka filluar haxhin me tauhid. Qëllimi është se kjo fjalë ka ardhur në sunet, edhe në hadithe të shumta, ose ka ardhur fjala si infinitiv ose si folje. Po është një fjalë që është përdor, është e njohur. Edhe prej hadith, do thotë pe shprehjeve të shumta që janë transmetuar në hadithit të Muadhit radhiyallahu anhu, që përmendëm më lart është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Gjëja e parë që ti do të më thirr njerëz kur shkojsh atje në Yemen është shahadet, me thonë shahadetin la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kurse në disa transmetime thotë an yuwahhid Allah. An yuwahhid Allah, men yesu Allahun. Pa me adhurim. E kështu më radh. Po kjo fjalë, kjo shprehje ka ardhur shumë sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse nuk u përmend Kur'an, është përmend sunet në fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dietarët për ehli sunetit e kanë marrë për bazë këtë fjalë. Edhe e kanë përmend librat e tyre. Madje edhe kanë shkruar libra me këtë fjalë. Për shembull, ne kemi librin e Kitabut Tauhid të Ibn Khuzaimës, që ka jetuar shumë herët. Prandaj edhe autori do thotë është mbështet këtë fjalë dhe ka kushtuar rëndësi të madhe, nga se kjo fjalë është vetë feja. Është baza e fesë. Por nuk është një fjalë e re, një fjalë e shpikur, siç pretendojnë disa të cilët nuk kanë njohuri. Do disa të cilët nuk kanë dije rreth fesë të Allahut subhanahu wa taala, por rreth Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po autori po thotë tauhidi është me njësu Allahun subhanahu wa taala me adhurim. Tauhidi, dietarët kanë sjellë definicione ndryshme rreth tauhidit. Po gjithsesi tauhidi është wahada yuwahidu, që thon folja është se ti me konsideruar një gjë ose me bën një gjë të vetme. Për shembull, kur thu që dikush e ka bërë tauhid tjetrin në adhurimin e tina, atë qëllimi është që e ka, do thotë, e ka adhuruar ato të vetmin me të drejtë. Po adhuruar e ti e ka një të vetëm, i cili i vetëm e meriton adhurimin. E kjo është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe quhet tauhid. Po me njësu Allahu subhanahu wa taala me tauhid. Kurse shariatikisht ose fetarisht definicioni i tauhidit, autori po sjell po thotë është me njësu Allahun me adhurim, me ibadet. Pra që ti adhurimet e tua mi ia drejtu njërit vetmit, ai është Allah subhanahu wa taala. Pra kjo obligim farz që ti mos me lut, mos me adhuru dikon tjetër përveç Allahut apo krahas Allahut subhanahu wa taala. Prandaj autori po thotë ifradullahi subhanahu bil ibada. Me njësu Allahun subhanahu me adhurim. Fjala subhanahu në gjuhën arabe është lartësim. Po kur thu subhanahu, atë qëllimi është që unë e lartësoj Allahun edhe pastroj për çdo tmete.
për çdo mangësie. Pa unë njësimi Allah subhanahu taala me adhurim, kjo është tauhidi. Çka është ibadeti? Po me jesu Allah subhanahu taala me ibadet, kjo është më rëndësi me ditë. Çka përfshin ibadeti? Adhurimi jon, por ne po themi që është obligim farz që këtë adhurim ja kushtu vetëm Allahu subhanahu taala. Po gjithsesi adhurim do thot për ulje, ju nështru dikuj duke shpreh dashuri ndaj tij. A këto e bën me vullnet lirë, pa duke shpresua, duke pas frikë ndaj tij, duke pas mendim pozitiv, që ai ka me sjellë të mira kështu më radh. Po këto janë vepra të zemrës, për ulja, nënshtrimi, dashuria, do thot frika ndaj tij, shpresa në të, mendimi i mirë që ai ka me ndihmu ty kështu më radh. Kjo është ibadet gjuhësisht. E ka kuptimi fjala ibadet gjuhësisht. Prandaj origjina e kësaj fjale ose baza e kësaj është që me bën një gjë që është e nështruar për ulur. Do thonë një gjë e cila nuk është e ashpër, nuk është e vështirë, ose dikush që nuk është mendje madh. Qase kjo fjalë përdoret edhe për njerëz, përdoret edhe për gjëra të bërta. Për shembull, kur përdoret për njerëz është e kemi fjalën abd, robi apo skllav. Sa u quajt njëri rob apo sklav, kur ka qenë se se islamu punor, nga sa ai ka qenë i nështrum, i për ulur, nuk ka qenë mendje madh ndaj zotërisë tij. Po i ka mbin urnave tij. Po gjithashtu edhe rruga, do thotë që është rrej me kom, që është shkel me kom, nuk në gjuhën arabe quhet tariq muabbad, rrugë e shtruar. Pra për fjalës e ka do në origjina e kësaj fjalës ibadet. Po më nështru diçka, mos më kon e ashpër, mos më tregu mendje madh. Mirë më kanë i nështrum i për ulur ndaj dikuj. Kurse fjala ibadet në kuptimin sheriatik, dietarët janë dhënë disa definicione. Ne po i përmendëm vetëm 3 pyetje. E para është definicionin, një prej definicioneve që ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft. Çka ka thonë? Ma tuliba fil'uhu fi shar'i wa rutiba thawabu ala dhalik. Ajo ibadeti është diçka me cilën ti e urdhnu në shariat, edhe si rezultat saj në Allah subhanahu taala ka caktuar shpërblim për ty. Po diçka që e urdhnu në fenë Allah subhanahu taala, edhe si rezultat saj do të kesh shpërblim te Allahu subhanahu taala. Pra Sheikhul Islam e përmend këtë definicion kur flet rreth abdesit. Po ibadeti është një gjë që kërkohet prej teje, që e urdhnu me atë gjë. Me vepruar Allah subhanahu taala ka bërë që nëse e krynat urdhën të Allah subhanahu taala, atëherë do të gjesh shpërblim te Allahu subhanahu taala. Definicioni i dytë që është më i përgjithshëm i ubudijes, pra i adhurimit, e gjejmë në vetë librin cilin autori e emërton me këtë emër, el-ubudiyya, pra adhurimi me qenë rob i Allah subhanahu taala, rob adhuruesi i Allah subhanahu taala. Çka thot? El-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ibadeti është, apo adhurimi është emër gjithëpërfshirës, po që përfshin çdo gjë që Allah e don edhe është i kënaqur me to. Pastaj e detajon to, cilat janë këto gjëra që Allah i don edhe është i kënaqur me to. Thot min al-aqwali, pavarësisht ato janë fjalë, wal a'mali, pavarësisht ato janë vepra. El-batinat wal zahira, edhe pavarësisht ato janë brendshme apo të jashtme. Po pavarësisht ato janë fjalë brendshme apo të jashtme, apo janë vepra brendshme dhe të jashtme, këto janë gjëra që Allah subhanahu taala i don, edhe është i kënaqur me to. Nëse janë pikë këtyre gjërave ose pikë këtyre veprave, Allah, kjo është adhurim ndaj Allahut subhanahu taala. Është ibadet që do t'ia drejtojmë, t'ia kushtojmë vetëm Allahut subhanahu taala. A definicioni i tretë është që e kanë përmend disa prej usulionëve apo pediatarëve që flasin rreth bazave të fikut. Ata nga thonë kullu ma umira bihi min ghairi iqtida'in aqliyin wala tiradin urfi. Ibadet është çdo gjë me cilën njeriu është urdhëruar, mirë po nuk kërkon më domos mendja, do thotë me pranu këtë fjalë, ose këtë vepër që e urdhëruar me to. Po nuk është që gjithçysh mendja e jote me kërku ato dhe me kuptu. Apo thotë wala tiradin urfi, apo nuk është një gjë që është bë adet i vazhdueshëm tek njerëzit. Një gjë që u bë zakon, diçka e zakonshme, do një gjë që vazhdimisht u vepron mes njerëzve. Pra si përfundimi i kësaj është se ibadeti apo adhurimi është diçka me cilën ka ardhur shariati, feja Allahu subhanahu taala, që nuk ka qenë më herët. Po qëllimi nuk është që nuk është vepruar më herët, që nuk ka ekzistuar më herët, ajo ka ekzistuar.
Mirë po nuk ka ekzistuar nga aspekti i urdhënimit. Por nuk ka qenë diçka urdhëruar prej Allahut subhanahu taala. Pastaj ka ardhur feja Allahut subhanahu taala. Shariati edhe do thonë me gjëra që ndoshta edhe kanë ekzistuar te arabët më herët. Mirë po momenti kur Allahu subhanahu taala ka urdhëruar që ato mu vepru, atëra ato janë bëu adhurim. Janë bëu ibadet që duhet njësohet Allahu subhanahu taala me ato. Po ndoshta arabët i kanë vepruar ato edhe më herët. Mirë po nuk i kanë vepruar ato sikur urdhën shariatik prej Allahut subhanahu. Pa urdhën e veçantë shariatik prej Allahut subhanahu taala. Mirë po Allah subhanahu taala unë ka urdhëruar, edhe pastaj ajo do thotë Allah subhanahu taala ka caktuar shpërblim për to. Edhe kjo do thotë u bë ibadet, me cilën Allah subhanahu taala është i kënaqur dhe e don. Gjithashtu do thotë nuk kanë qenë ato gjëra që më domos i kërkon mendja logjika njeriu që mi pranu ato, apo që kanë qenë gjëra të zakonshme që do thotë ju veprojnë mesin e njerëzve. Mirë po ju bëhet gjëra që do të vazhdimisht veprojnë me urdhën e shariatit. Për këtë arsye mo nuk kanë mbetë ato si tradita, nuk kanë mbetë mos si zakon. Pra këtu tri definicione që i sjellim nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën. Mirë po ato takohen edhe përputhen, a nuk bin kundërshtim me njëra tjetrën. Po me njësu Allah subhanahu taala madhrim është që me njësu Allah subhanahu taala me çdo gjë me cilën na ka urdhëruar shariati, feja Allah subhanahu taala. Pavarësisht a janë ato fjalë apo janë vepra. Edhe pavarësisht a janë fjalë brendshme apo fjalë të jashtme. Edhe pavarësisht a janë vepra brendshme apo vepra të jashtme. Prandaj këtu hyn për shembull veprat e zemrës, që thon veprat të jashtme, të brendshme. Qysh janë, cilat janë veprat e zemrës? Vepra më e madhe e zemrës është ikhlasi, sinqeriteti. Që të adhurimet tua mi bëj sinqerisht për Allahun subhanahu. Pastaj vjen shpresa në Allahun subhanahu. Pastaj vjen frika ndaj Allahut. Pastaj vjen mbështetja në Allahun subhanahu. Kthimi te Allahu me pendim. Dashuria ndaj Allahut. E kështu me radhë, do thot me kërku strehtë te Allahu subhanahu taala mbrojtje me zemrën tonë. Këto janë vepra të brendshme të zemrës. Ka vepra të shumta që janë për vepra të zemrës. Po ashtu do thot këto hinë edhe fjalët e brendshme, që është njeti. Me pas qëllim, me bën njet, me bën një vepër. Kjo është fjalë e zemrës, fjalë e brendshme. Prandaj njeti nuk duhet të bëhet me gjuhë, por duhet me zemrën po. Se njeti e vendin e ka në zemër. Pastaj janë veprat e jashtme. Për shembull janë fjalët e jashtme që janë adhurime ndaj Allahut subhanahu taala, është duaja me gjitha llojet e saj. Po duaja lutja do t'i kushtohet te Allahu subhanahu taala. Nëse ja bën dikujt tjetër veç Allahut, atë ke bën shirk, ke dalë prej fesë të Allahut subhanahu. Edhe llojet e duas janë të shumta, për tyne është për shembull isti'ane, kërkimi i ndihmës. Nëse kërkon ndihmë prej dikujt tjetër veç Allahut subhanahu taala, ke bën shirk. Apo është istighathe, kërkimi i shpëtimit. Me kërku për Allah subhanahu taala me të shpëtu, kjo është adhurim që do ta njësosh Allah subhanahu taala me këtë. Apo është istisqa, kërkimi i lëshimit të shiut. Po kërkon për Allah subhanahu taala që me na fresku me shije kështu më radh. Po ashtu këtu hyn do thotë edhe vepra të jashtme që bën me gjymtyr tjera, që është thërrja e qurbanit, apo zotimi, apo namazi, zakati, haxhi, umra, respektimi prindve, bajtja lidhje farefisnore kështu më radh. Këto janë adhurime. Po fjala ibadet adhurimi përfshin gjitha këto. Prandaj ashtu që ti nuk bën mu fal për dikën tjetër përveç Allahut subhanahu taala. Po ashtu ti nuk do të më lut dikën tjetër përveç Allahut subhanahu. Apo nuk do të më kërku ndihmë, shpëtim për dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu. Po gjëra që nuk kanë mundësi më ndihmu, askush tjetër përveç Allahut subhanahu taala ato gjëra. Nuk mund mi kërku këto ndihmë apo këtë shpëtim për dikujt tjetër, për krijesave apo për dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu taala. E pastaj vazhdon autori thotë wa huwa dinur rusul alladhi arsalahum Allahu bihi ila ibadihi, dhe këtë tauhid thotë është feja këtë pejgamberëve. Është feja këtë të dërguarve. Po që Allahu subhanahu wa taala me këtë tauhid i ka dërguar gjithë pejgamberët e tij tek robët e tij, tek njerëzit. Inshallah për këtë pjesë dhe pjesë tjera të librit do të vazhdojmë dersën e ardhshëm. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.